hoxha se 3 ditë dhe hoxha tha konsiderohet istihada. Po. A kur gruaja me istihada që fal namaz. Po. Falen namaz, po. E që hoxha, gruas i rrjedh gjak. Edhe ajo mendon se istihada domethënë. Nëse është istihje. Do të them gjak istihada ta potencojmë. Hoxha, asaj i rrjedh gjak hoxha. Ajo nuk e din gjë është. Ajo hoxha mendon më tepër se cikël menstrual. Po? Hoxha, sot e nesër i rrjedh gjak. Edhe nesër ti ndalë gjak. Po. Ajo istihada. Istihada. Po. A më ka më dasë cikël menstrual, s'ka fal ti fole kazate. Jo. Ajo nuk duhet të bëjë kazate. Kaza. Kaza do t'i bëj. Se se din ajo Po nuk e ka ditë kaza do t'i bëj. Përgjithësi nuk ka si Nuk ka përgjithësi, jo. Tamam hoxha. Ama e disi, vetëm pak. Ajo për shembull i ka pas menstruacionet, i kanë ardhur domethënë para 15 ditëve. I kanë ardhur para 15 ditëve. Shembull, para 15 ditëve i kanë ardhur. Atëherë do t'i kujtohet se unë ku jam. Këto menstruacione. Nuk janë menstruacione. Hoxha, unë e pa Allahun kur është koha e freskët për menstruacion. Edhe me kur ka dyshim plot cikël menstrual. A kur është hoxha, për shembull kur e dim se istihada e dim atë, s'ka mundësi ti iki.